Qohu. Dhoma u zhyt në heshtje. A I vëndësh për nëna, tha shpresa, jo për dikë bosh. 30 veta pa ndërse Elira u shty dhe ra në dysheme. Dhe bori I saj? A I qëndroj aty, nuk lëvizi. Por kjo histori nuk filloi në atë tavolinë në Prishtinë. Filloi vite më parë, në një vilë të qetë në Tiranë. Para se të kthehemi pas, më tregoni, nga po na shikoni? Shqipëri, Kosovë apo diaspora? Shkruani qytetin tuaj në komente. Dhe nëse ju pëlqejnë histori shqiptare me tradhti, forcë dhe ringritje, abonohuni dhe aktivizoni njoftimet. Tani, le të kthehemi tek fillimi. Elira Dervishi u rrit në një rrugë të qetë në blok, në një vilë që nuk kërkonte vëmendje. Nga jashtë, dukej si shumë shtëpi të tjera të rinovuara në atë zonë të Tiranës, mure të bardha të pastra, portë hekurje lartë, një kopsht I vogël me shkurre të krasitura dhe 2 pemë ulliri që nëna e saj kishte këmbgulur t'i mbante. Brenda, gjithçka ishte në rregull. Dyshemeja prej druri e lustruar, mobiljet e thjeshta portë cilësore, të zgjedhura për qëndrueshmëri dhe jo për t'u dukur, asgjë në atë shtëpi nuk ishte e zhurmshme, por çdo gjë kishte peshë. Babai I saj, Ilir Dervishi, e kishte ndërtuar atë jetë me kujdes. Ai kishte filluar në ndërtim në vitet e para pas tranzicionit, kur Tirana po zgjerohej dhe rreziku ishte kudo. Ai mori rreziqe të llogaritura. Më vonë investoi në energji dhe infrastrukturë, gjithmonë përmes takimeve të gjata, negociatave të durueshme dhe kontratave të studiuara rresht për rresht. Ai rrallë fliste për para në shtëpi. Ajo për të cilën fliste ishte disiplina. Siguria nuk është të tregosh çfarë ke, I thoshte Elirës pas darke, ndërsa syzet I rrëshqisnin lehtë mbi hund. Siguria është të dish se do të qëndrosh në këmbë edhe kur të tjerët bien. Ai hapi llogarinë e emrin e saj para se ajo ta kuptonte plotësisht çfarë ishin aksionet apo kuptimi I pronësisë. Transferoi tituj pronash në heshtje. Për të, mbrojtja nuk shpjegohej, përgatitej. Nëna e saj, Mirela, e balanconte atë seriozitet me ngroftësi. Të diellat ishin të shenjta në atë shtëpi. Nga fundi I paraditës, guzina mbushej me aromën e tavës së kosit në furr, bukës së ngrohtë nën pecet dhe sallatës së freskët me vaj ulliri e limon. Ndonjëherë vinin të afërmit, ndonjëherë ishin vetëm ata të tre. Mirela lëvizte qetë mes sobës dhe tryezës, duke pyetur për studimet e Elirës dhe duke I kujtuar Ilirit të mos shikonte telefonin gjatë dreke. Ato dreka ishin të qëndrueshme, të sigurta. Elira u rrit duke kuptuar se dashuria nuk ka nevojë të jetë e zhurmshme për të qenë e fortë. Prindrit e saj nuk grindeshin para saj, nuk garonin me njëri tjetrin. Partneriteti I tyre ishte I qetë, I ndërtuar mbi respekt. Në moshën 23 vjeçare, ajo sapo kishte përfunduar studimet për ekonomi në Tiranë. Kishte filluar të merrte pjesë në disa nga takimet e babait, duke ulur në fund të tryezave të gjata të zyrave, duke vëzhguar më shumë se sa duke folur. Iliri nuk e shtynte kurrë përpara publikisht, besonte se vetbesimi duhet të rritet në heshtje. Pastaj, një mbrëmje me shi pranë lushnjës, gjithçka mori fund. Telefonata erdhi nga një numër I panjohur. Kishte ndodhur një aksident në autostradë, një kamion kishte humbur kontrollin. Goditja kishte qenë e menjëhershme. Asnjëri nga prindrit nuk mbijetoi. Për disa ditë, vila në blok u mbush me njerëz, të afërmi nga qytete të ndryshme, bashkëpunëtor biznesi, fqinj, filxhan kafe mbi banak, fjalë ngushëllimi që përsëriteshin në tone të ndryshme. Elira lëvizte mes tyre sikur ishte në ujë. Përshëndette, pranonte përgjafime, dëgjonte lutje, por nuk I përjetonte plotësisht. Kur shtëpia u zbraz, heshtja u bë e rëndë. Tryeza ku babai fliste për kontrata tani mbante zarfe të pahapura. Kuzhina nuk mbante më aromën e tavës së kosit. Ullint në kopsht qëndronin të palëvizshëm. Avokatët erdhën pak ditëve të më vonë. Takime në zyra formale pranë qendrës së Tiranës, dokumente të rregulluara me kujdes përpara saj. Babai kishte lënë të gjitha të sistemuara. Prona në Tiranë dhe Durrës, aksione në disa kompani, përfshirë një pjesë të rëndësishme në një kompani shërbimesh nafte me bazë në Fier, të gjitha në emrin e saj, pa konflikte, pa paqartësi. Ajo firmosi aty ku duhej. Shifrat ishin të mëdha, përgjegjësitë edhe më të mëdha, por shtëpia dukej më e bosh se kurrë. E vetmja që hynte pa rroba formale dhe fjalë të përgatitura ishte Dafina Hoxha. Ato ishin njohur në universitet dhe mbetën të afërta, pavarësisht prej arsive të ndryshme.
Dafina vinte nga Korça, nga një familje modeste, dhe sillte me vete diçka që Elira nuk e dinte se i mungonte. Bisedë të zakonshme. Nuk fliste me kujdes të tepërt, nuk përdorte fjali të gatshme. Bënte kafe në të njëjtën kuzhinë ku dikur gatuante Mirela dhe i linte filxhanët në lavampik pa ndjerë nevojën të kërkonte falje. Ajo ulej pranë Elirës gjatë takimeve me kontabilistët, e ndihmonte të sistemonte dokumentet deri vonë natën. Kur Elira haronte të hënte, Dafina porosite ushqim dhe këmbgulte të uleshin në tryezë siç duhet, edhe nëse ishte vetëm supë dhe bukë. Dmimbja nuk zhduk, por mori formë. Kishte letra për të rishikuar, prona për të vizituar, kontrata për të rinovuar. Dafina e shoqëroi një herë në Fier, në zyrat e kompanisë së naftës. Elira eci nëpër korridore me qetësi, e dishme se punonjësit e shikonin me kurjeshti. Ndihej i re, e pa përgatitur, por i kujtoi zëri i babait. Qëndron në këmbë edhe kur të tjerët bien. Javët u kthyen në muaj, vila mbeti e saj, pasuritë të sigurta, por ajo e kuptoi qartë se pasuria mbron stabilitetin, jo vetmin. Një mbrëmje, qëndruar pranë dritares së sallonit që shihte rrugën e qetë të bllokut, Elira mori një vendim. Nuk do ta linte dhimbjen ta kthente në një hije që endër në përdhoma të trashëguara. Do ta mësonte biznesin me detaje, do të udhëtonte kur të duhej, do të rindërtonte rutinën. Filloi të merrte pjesë në më shumë vendosmëri në takime, rishikoi raportet financiare vet, vizitoi kantiere ndërtimi në Tiranë pa paralajmërim. Çdo mëngjes kalonte nëpër shtëpi pa e shmangur më asnjë dhomë. Trishtimi ishte ende aty, por nuk e paralizonte më. Kur erdhi pranvera, u lind në kopës të nxorën gjethe të reja. Elira i vuri re një mëngjes kur ishte duke dalë për një takim. Ndali pak më gjatë se zakonisht, duke marrë frym thellë në ajrin e butë. Jeta po vazhdonte, me ose pa lejen e saj. Ajo zgjodhi të vazhdonte me të, dhe jo shumë kohë pasi vendosi të dilte përtej kufive të dhimbjes, ajo njohu Arditin. Elira u njoh me Ardit Kelmendin në një pasdite të zakonshme në Tiranë, në një kafene modeste pranë liçenit artificial. Ishte nga ato vende me karrige metalike, tavolina të vogla të rrumbullakta dhe aromë ekspresit fort që qëndronte pezull në ajër. Në një cep disa pensionist luanin domino, ndërsa studentë rinj përkulnin kokën mbi laptop me internet të paqëndrueshëm. Elira kishte shkuar atu pas një takimi për të qetësuar mendjen. Ishte veshur thjesht me xhinse dhe një xhaketë të lehtë, flokët i kishte lidhur pa shumë kujdes. Arditi ishte ulur 2 tavolina më tej, me një blok shënimesh përpara të mbushur me shkrim dore, duke i serioz, i përqendruar, një njeri që mundoi të ruante kontrollin mbi veten. Biseda e tyre nisi rastësisht, për liçenin, për ndryshimet e Tiranës vitet e fundit. Ai fliste qartë, me argumente të strukturuara. Kishte mbaruar menaxhim biznesi dhe diskutonte për tregun me vetbesim, por në atë vetbesim fshihej një pasiguri. Pranoi se kishte muaj që kërkonte punë të qëndrueshme, intervista pa përgjigje, premtime që zbeheshin. Ai ishte krenar, nuk ankohej, por zhgënjimi i dukej në mënyrën si shtrëngonte duart mbi tavolinë. Elira nuk përmendi vilën në blok, as kompanit në Fier, nuk foli për prona apo për takimet e bordit. Tha vetëm se kishte studiuar ekonomi dhe po merrej me disa projekte. Ishte e vërtet, por jo e plot. Ajo donte të kuptonte kush ishte ai pa peshën e asaj që ajo zotronte. Filluan të takoheshin rregullisht. Shëtitja rreth liçenit në mbrëmje, kur familjet dilin me fëmijët dhe shitësit ambulant shisnin misër të pjekur. Uleshin në stolat përballë ujit dhe flisnin gjatë. Ai e dëgjonte me vëmendje. Nuk e trajtonte si mundësi, por si njeri. Marrëdhënia u zhvillua në heshtje. Një mbrëmje e ftoi në apartamentin e tij të vogël në kombinat. Shtëpia ishte e pastër, me mobilim të thjeshtë dhe diploma të varura në mur. Gatoi makarona me salcë domateje dhe djath të grirë, duke kërkuar falje që nuk kishte diçka më të veçantë. Ajo i tha se mjaftonte. Nuk ishte ushqimi që kishte rëndësi, por përkushtimi. Elira ndjeu qetësi në atë thjeshtësi. Pa shërbëtor, pa salla formale, pa përgatitje të tepruara, vetëm 2 pjata dhe bisedë. Kur ai i propozoi disa muaj më vonë, nuk kishte bujë. Ishin sërish pranë liçenit. Ai ndaloi dhe foli me zë të qëndrueshëm. Nuk premtoi luks, premtoi angazhim. U martua në gjendjen civile në Tiranë, vetëm me familjarët më të afërt. Dafina qëndroi pranë Elirës si dëshmitare. Pas ceremonisë, bën një drekë të vogël në një restorant familjar me mish të pjekur, sallatë dhe bukë të freskët. Ishte një festë e përmbajtur, pa shfaqje. Pas martesës, Arditi sugjeroi të transferoheshin në Prishtinë. Besonte se aty kishte më shumë mundësi.
Elira pranoi. Vila në blok mbeti e saj, por ajo nuk e përmendi. Morën me qira një apartament në Ulpian, praktik dhe i rregullt. Kaluan muaj dhe Arditi sërish hasi vështirësi. Dërgonte aplikime, shkonte në intervista, merrte përgjigje negative. Çdo refuzime bënte më të heshtur. Mbrëmjeve shfëltonte faqe punësimi me nofullën të tendësuar. Elira e vëzhgonte me kujdes. Në heshtje kontaktoi Dafinën, që ishte përfshirë më shumë në administrimin e kompanisë shërbimeve të naftës në Fier. Së bashku, organizua një intervistë për Arditin si një mundësi konkuruese në një kompani në rritje. Dafina u paraqit si drejtuese, Elira nuk u përfshi fare. Arditi u kthye atë ditë me një ofertë pune në dorë, pozicion drejtues, pagë e lartë, makinë shërbimi. E paraqafoi Elirën me lehtësim, duke folur për stabilitet dhe për të ardhmen. Ajo buzëqeshi, duke ditur strukturën pas atij stabiliteti, por nuk foli. Dafina u bë fytyra publike e kompanisë, Elira mbeti pronare në heshtje. Arditi u përshtat shpejt me jetën korporative. Kostumet zvendësuan në rrobat e përditshme, takimet u shtuan, rroga e parë solli makinën e dyta plane për apartament më të madh. Vetbesimi u rrit, por mbas me të edhe një ton më im shpreft kur fliste për tjerët. Kur Elira vizitoi për herë të parë familjen e tij në Prishtinë, shpresa kelmendi e priti me korrektësi, por me sy vëzhgues. Shtëpia mbante aromë flije dhe speca shtëpjekur. Shpresa bëri pyetje të kujdesshme. Me çfarë merrej saktësisht Elira? A planifikonte të punonte në Kosovë? Kur mendonin për fëmijë? Mospëlqimi nuk ishte i hapur, por ishte i vazhdueshëm. Me forcimin e pozicionit të Arditit, bisedat në shtëpi ndryshuan. Ai fliste për investime afatgjata, për trashëgimi, për ndërtimin e diçkaje që mbetet. Shpresa e përforconte atë në telefonata gjithnjë më të shpeshta. Suksesi i kishte ndryshuar qëndrimin dhe pritshmëritë. Tani nuk mjaftonte stabiliteti. Filluan pyetjet për fëmijë, për vazhdimin e mbiemrit. Dashuria e qetë që kishte nisur pranë liçenit kishte hyrë në një fazë tjetër, të formuar nga ambicia dhe presioni. 5 vite kaluan pas martesës dhe apartamenti në Lakrishte mbeti i qetë. Në fillim, mungesa e një familje nuk dukej urgjente. Ata po përshtateshin me oraret e punës, me jetën mes Tiranës dhe Prishtinës, me ndërtimin e një stabiliteti të ri. Por, ndërsa muajt u kthye në vite, heshtja brenda shtëpisë së tyre filloi të ndihej. Elira i mbante datat për vete, duke shënuar ciklin në një blok të vogël që e ruante në sirtarin pranë shtratit. Gjatë udhëtimeve të punës në Tiranë, caktonte takime me një ginekologe të njohur në një klinikë private pranë qendrës. Salla e pritjes ishte e qetë, me ndriçim të butë dhe mure në ngjyra neutrale. Gratë rrinin ulur në heshtje, secila me mendimet e veta. Analizat ishin të detajuara, gjak, eko, kontroll hormonal. Çdo rezultat doli normal. Mjekja sugjeroi një kontroll më të specializuar në Shkup, në një klinik fertiliteti me pajisje më të avancuara. Elira udhëtoi vetëm një mëngjes të ftohtë, duke kaluar kufirin para agimit. Klinika ishte moderne, e rregullt, me korridore të bardha dhe zëra të ulët. U kryen analiza të tjera. Pritje, sërish pritje. Përfundimi ishte i njëjtë. Nuk kishte asnjë problem mjekësor nga ana e saj. Kur u kthye në Prishtinë, foli me Arditin me kujdes. I shpjegoi çfarë kishin thënë mjekët. I sugjeroi me qetësi që edhe ai të bënte analiza për të qenë të sigurt. Ai reagoi menjëherë, disi në mbrojtje. Tha se i kishte bërë muaj më parë. Gjithçka ishte në rregull, nuk kishte nevojë të përsëritej. Ajo i kërkoi të shihte dokumentet. Ai tha se klinika ja kishte dërguar me email. Nuk ja tregoi kurrë. Në fillim, Elira vendosi të mos këmbgulte. Nuk donte ta kthente martesën në debat mbi analiza mjekësore. U përqendrua te rutina. Mbrëmjeve gatuan të thjesht, mish të pjekur, oriz me perime, kos në fund. Uleshin përballë njëri tjetrit në tryezën e vogël pranë dritares. Televizori ndizej zë të ulët në sfond. Por toni i shpresës filloi të ndryshonte. Telefonatat u bën më të drejtë për drejta. Pyetjet për nipër e mbesa nuk ishin më biseda të zakonshme. Kur Elira shkonte në shtëpinë e familjes në Prishtinë, komentet e shpresës ishin të holla por ferse. Krahasonte nuset e tjera të lagjes që kishin lindur brenda vitit të parë. Thoshte se siguria e vërtetë e një gruaje janë fëmijët. Në fillim i thoshte me buzëqeshje të tensionuar. Me kohën, përmbajtja u zhduk. Një pasdite në kuzhinë, ndërsa po përgatisnin drekën, shpresa tha pa e parë në sy. Disa gra merren shumë me punë dhe harrojnë çfarë ka vërtet rëndësi. Mesazhi ishte i qartë.
Arditi rrallë ndërhynte, ndërronte temë ose dilte jashtë për të folur në telefon. Gradualisht filloi të kthehej më vonë në shtëpi. Në fillim ishin takime pune, darka me klient, pastaj u bën më të shpeshta. Telefoni i tij qëndronte gjithmonë me ekranin poshtë. Futej menjëherë në dush edhe kur ishte mesnatë. Kur Elira e pyeste për ditën, përgjigjet ishin të shkurtra. Ndryshimet ishin të vogla, por të dukshme. Një parfum i ri që ajo nuk e kishte parë ta blinte. Mesazhe që ndiznin ekranin në orë të çuditshme. Një tension në trup kur ajo hynte pa pritur në dhomë. Nuk e përballi menjëherë, vëzhgonte. Distanca emocionale u bë më e rëndë se mungesa e një fëmije. Edhe kur uleshin përballë njëri tjetrit, ai dukej larg. Bisedat që dikur zgjasnin pranë liçenit, tani mbaronin shpejt. Pika e thyerjes erdhi në një darkë të madhe familjare në Prishtinë në fillim të vjeshtës. Shtëpia ishte plot, kushërinj, fqinj, të afërm nga peja. Tryeza ishte zgjatur për të gjithë. Pjata me flija, mish të pjekur, sallat të freskët, ajvar dhe kos mbulonin sipërfaqen. Elira kishte zgjedhur një fustan të thjeshtë, pa rënë në sy. Përshëndeti me respekt dhe ul në mes të tavolinës. Para se të fillonte ushqimi, shpresa u ngrit në këmbë. Byzleqet i kërciten lehtë ndërsa rregulloi shamin. E pa drejt Elirës. Ai vend është për nëna, tha me zë të lartë, për gra që i kanë dhënë kësaj familjeje fëmijë. Bisedat u ndaluan menjëherë. Elira përpoqi të fliste qetë, sugjeroi që çështjet personale të diskutoheshin më vonë. Zëri i shpresës u la, e akuzoi se i kishte humbur 5 vite djalit të saj, e quajti shterp pa hezitim. Kur Elira u ngrit nga karrigja, shpresa bëri një hap përpara dhe e shtyuaje. Nuk ishte dramatike, por ishte e qëllimshme. Elira humbi ekuilibrin, krahu ju përplas në cep të tavolinës para se të binte në dysheme. Pjatat lëvizën, dikush pshërthiti. Arditi qëndronte disa hapa larg, nuk lëvizi drejt saj, nuk protestoi, nuk tha asgjë në mbrojtje të saj. Thjesht shikonte. Në atë moment brenda Elirës ndodhi diçka. Nuk ishte rrëzim, ishte qartësi. U ngrit ngadalë pa qarë, rregulloi mëngën duke injoruar dhimbjen në krah. Dhoma mbeti e heshtur, me sy të ulur ose të ngulur në pjata. Pa vazhduar debat, ajo doli drejt derës, kaloi pranë kputzëve të rreshtuara në korridor dhe zërave që rifilluan me pëshpërima. Jashtë ajri ishte i freskët. Ajo eci përgjatë rrugës pa u kthyer pas. Nuk ishte e thyer, ishte duke menduar. Elira nuk u kthye në apartamentin në Prishtinë atë natë pas darkës. Rezervoi një tren të vonë dhe mbërriti në Tiranë pas mesnate, duke hapur portën e vilës në blok me duar të qëndrueshme. Shtëpia ishte si gjithmonë, e qetë, e rregullt, e pa prekur nga poshtrimi. Fjeti lehtë dhe u zgjua herët, me mendjen më të kthjellët se sa kishte qenë prej muajsh. Zbulimi erdhi pa zhurmë. 2 ditë më vonë, një i njohur i përbashkët përmendi rastësisht se kishte parë Arditin në Tiranë me një grua. Emri u tha pa kujdes. Dafina. Elira nuk reagoi menjëherë, priti. E telefonoi Dafinën dhe i kërkoi të vinte në vilë atë mbrëmje, duke thënë vetëm se duhej të flisnin. Dafina mbërriti pas perëndimit të diellit. Hapi portën dhe hyri në obor si shumë herë më parë, e njohur me rrugicën e kopshtit dhe sallonin e qetë. U përshëndetën me një formalitet të ftohtë. Tensioni ishte i dukshëm. Ulën përballë njëra tjetrës në tryezën e gjatë prej druri, ku dikur Iliri rishikonte kontrata. Nuk pati kafe, as çaj, vetëm heshtje. Elira pyeti drejt për drejt nëse Dafina kishte qenë duke u takuar me Arditin. Për një moment, Dafina e mbajti shikimin. Pastaj e uli dhe pranoi. Kishte filluar muaj mukar. Ai ishte ankuar, ishte ndjeri pa vlerësuar. Ajo e kishte dëgjuar. Gjërat kishin kaluar kufijt. Zëri i saj nuk ishte pendues, ishte mbrojtës. Ti nuk e përdor kurrë atë që ke, tha Dafina me qetësi. Fsheh gjithçka, pretendon se je më e vogël se sa je. Ai ndjente sikur konkuronte me diçka të padukshme. Elira dëgjoi pa e ndërprer. E pyeti sa kohë kishte zgjatur, pothuajse një vit. Nuk kishte faj të hapur në fytyrën e saj, kishte justifikim. Elira u ngrit dhe shkoi te tavolina e babait në dhomën ngjitur. Hapi një sirtar dhe nxori një dosje. Brenda ishin dokumente, certifikata pronësie, struktura korporative, autorizime të firmosura vite më parë.
u kthye dhe i vendosi mbi tryez. Ti e menaxhon kompaninë, tha me zë të qetë, por nuk e zotëron. Dafina u tensionua lehtë. Tha se ajo ishte fytyra publike prej vitesh, se punonjësit i besonin asaj. Sugjeronte se kontrolli praktik kishte më shumë peshë se dokumentet. Elira nuk debatonte. Mbylli dosjen dhe tha vetëm se tashmë e kuptonte situatën qartë. 2 ditë më vonë, Arditi paraqiti kërkesën për divorc. Dokumentet mbërritën me kurier në vilën në Tiranë. Gjuha ishte formale, e ftohtë. Përmende mos përputhje të pakapërcyeshme dhe kërkonte zgjidhje të shpejtë. Elira i lexoi me kujdes, pastaj hapi garderobën dhe nxori një dosje tjetër. Ajo kishte konsultuar një avokate muaj më parë, kur distanca dhe sekretet kishin filluar. Kishte përgatitur dokumentet e saj në heshtje. Kur Arditi erdhi në Tiranë për të polur, ajo i vendosi dosjen e saj pranë të tijit. Edhe unë isha gati, tha me qetësi. Ai duke i befasuar, ndoshta kishte pritur kundërshtim, gjeti pajtim. Të nesërmen, Elira u takua me Valbonën Krasniqin në një zyrë moderne pranë qendrës të Tiranës. Dritaret e mëdha shikonin qytetin. Valbona shqyrtoi dokumentet me kujdes. Të gjitha pasuritë kryesore janë transferuar para martesës, konfirmoi ajo. Janë premartesore, nuk ka pretendim. Sa i përket kompanisë, ajo shtoi. Pronarja ligjore je ti. Dafina ka vetëm autorizim operativ, mund të hiqet në çdo moment. Qartësia ligjore nuk solli gëzim, solli stabilitet. Elira nënshkroi dokumentet për të vazhduar procedurën, nuk kërkoi shpjegime. U kthye në vilë dhe nisi të planifikonte me qetësi. Vendosi të mos e hiqte menjëherë Dafinën nga pozicioni. Një lëvizje e menjëhershme do të krijonte trazira në kompani dhe do të tërhiqte vëmendje. Zgjodhi të pres. Durimi ishte gjithmonë strategjia e babait të saj. Divorci u finalizua pa konflikt publik. Nuk pati debate në gjykat. Arditi u largua duke menduar se kishte mbyllur një kapitull dhe kishte hapur një tjetër. Brenda pak vitesh, ata dhe Dafina u shfaqën hapur si çift në Prishtinë, morën pjesë në aktivitete. Fotografi qarkulluan mes të njohurve. Shpresa e priti Dafinën me ngrohtësi. Nga jashtë, dukej si një vendim i prerë. Nga brenda vilës në blok, Elira vëzhgonte në heshtje. Nuk ndiheje mundur, ndiheje kthjellët. Kishte humbur një martesë, por jo pozicionin. Dhe nuk kishte mbaruar së menduari. Lajmi u përhap shpejt në Prishtinë. Dafina ishte shtatzën, dhe jo vetëm kaq, priste binjak. Fillimisht u mor vesh brenda rrethit familjar, pastaj mes fqinjve dhe më pas përmes fotografive që qarkullonin në mënyrë të tërthort mes të njohurve. Shpresa nuk e fshehu kënaqësinë. Fliste hapur në treg, gjatë vizitave të pasdites për kafe, duke përsëritur se djali i saj më në fund kishte gjetur një grua që mund t'i jepte trashëgimtar. Nënkuptimi ishte i qartë. Elira kishte qenë problemi. Në drekat familjare, shpresa përgatiste tepsi të mëdha me flija dhe mish të pjekur, sikur të festonte një fitore. Vendoste dorën mbi barkun e Dafinës me krenari dhe fliste për vazhdimsinë e mbiemrit, për forcën e gjakut, për të vërtetat që dalin në dritë me kalimin e kohës. Arditi qëndronte pranë saj, duke pranuar urimet me një krenari të përmbajtur. Nga jashtë dukej sikur gjithçka ishte rregulluar. Brenda apartamentit të tyre, atmosfera ishte më e tensionuar. Dafina kishte qenë gjithmonë e pavarur, e mësuar të vendoste në kompani. Arditi ishte mësuar të ishte figura kryesore në takime dhe vendimmarrje. Tani ndanin jo vetëm shtëpinë, por edhe autoritetin profesional. Bisedat për buxhete dhe zgjerime vazhdonin deri në mbrëmje. Mosmarrveshjet bëheshin më të mprehta. Asnjëri nuk ishte mësuar të tërhiqej. Me avancimin e shtatzënisë, Dafina u bë më e drejtë për drejtë në debat. Nuk pranonte të anashkalohej. Toni i Arditit që dikur mbante siguri profesionale, në shtëpi tingëllonte mbrojtës. Mosmarrveshje të vogla për shpenzime, për udhëtime, për vendime pune ktheheshin shpejt në përplasje. Kulmi erdhi në një tjetër mbledhje të madhe familjare në Prishtinë, gati një vit pas divorcit. Shtëpia ishte sërish plot, tavolinat e zgjatura në sallon dhe korridor. Pjata me speca të mbushur, sallata të freskëta, mish të pjekur mbulonin tryezën. Binjakët kishin lindur dhe flinin në një dhomë tjetër, të mbështjell me batanie të lehta. Fillimi ishte i qetë,
Filxhan kafeje kalonin dorë më dorë. Ëmbëlsira vendoseshin në pjata të vogla. Shpresa lëviste mes të ftuarve me krenari, duke prezantuar Dafinën si nënën e nipërve të saj. Debati nisi pranë kuzhinës, fillimisht me zë të ulët. Arditi e vuri në diskutim një vendim financiar që Dafina kishte marrë pa e konsultuar. Ajo reagoi menjëherë, duke kujtuar se kishte drejtuar kompaninë përpara se ai të merrte promovimin. Zërat u ngritën, bisedat rreth tyre u ndalën. Arditi tentoi ta ulte tonin, duke i kërkuar të flisnin më vonë. Dafina refuzoi. U afrua në mes të sallonit, aty ku të gjithë mund ta dëgjonin. Do respekt, tha me zë të prerë. Atëherë të flasim me të vërtetën. Dhoma u mpak në heshtje. Ajo foli pa hezitim. Binjakët nuk ishin biologjikisht të Arditit. Ajo e kishte ditur që në fillim se ai nuk mund të kishte fëmijë. Analizat mjekësore e kishin konfirmuar vite më parë, shumë kohë më përpara se Elira të hynte në jetën e tij. Arditi e dinte, edhe shpresa e dinte. Një murmurim kaloi nëpër sallë. Dafina vazhdoi me të njëjtën qetësi. Ishte më e lehtë të fajsohej një grua tjetër se sa të pranohej e vërteta. Fytyra e Arditit u zbeh. Shpresa mbeti në këmbë për disa sekonda, pastaj u ul ngadalë, duart i dridheshin lehtë. Askush nuk ndërhyri. Pastaj erdhi goditja e fundit. Kompania ku punonte Arditi nuk ishte as e saj, as e tij. Ishte e Elirës. Dafina kishte pasur vetëm drejtim operativ. Pronësia nuk kishte kaluar kurrë. Heshtja u bë e rëndë. Krenaria që mbushi shtëpinë disa minuta më parë u zhduk. Të afërmit shmangnin shikimet. Shpresa nuk fliste. Dafina nuk kërkoi falje. Në ditët që pasuan, mblodhi sendet dhe u largua. Para largimit nga kompania, përdori autoritetin e saj për të pushtuar Arditin nga puna. Letra e ndërprerjes ishte shkurtër dhe zyrtare. Brenda pak javësh, Elira përfundoi shitjen plot të kompanisë në një grup investitorësh të huaj. Negociatat kishin nisur në heshtje prej muajsh, kalimi i pronësisë u bë pas zhurmë. Një mëngjes, Arditi shkoi në zyrë me shpresën për të diskutuar rikthimin. Në recepcion, gjeti fytyra të panjohura. Logoja në mur kishte ndryshuar. U informua me korrektësi se pronësia kishte kaluar dhe kontrata e tij nuk kishte më vlerëshmëri. Nuk pati përplasje, vetëm procedurë. Ndërsa në Prishtinë vazhdonin përshpëritjet për atë që kishte ndodhur në mbledhjen familjare, Elira qëndronte në Tiranë, e përqendruar në takime dhe investime të reja. Nuk bëri asnjë deklaratë, nuk kontaktoi Arditin. Bota e tyre u shemb publikisht. E saj por i dërtohej në heshtje. Pas shitjes së kompanisë, Elira nuk u tërhoq nga biznesi. Përkundrazi, u bë më e përqendruar. Kapitalin e orientoi drejt projekteve të pasurive të paluajtshme në Tiranë, duke investuar në rikonstruksionin e disa ndërtesave pranë pazarit të ri dhe në komplekse moderne banimi përgjatë rrugës Tiranë-Elbasan. Një pjesë të fondeve e drejtoi në projekte të energjisë rinovueshme në zonat e Fierit dhe Korçës, në bashkëpunim me inxhinierë që mendonin për qëndrueshmëri afatgjatë. Ditëve saj u mbushën me takime, plane dhe analiza. Ritmi i jetës u bë i qëndrueshëm, i mbështetur në vendime të menduara. U vendos përfundimisht në vilën në blok. Shtëpia nuk ishte më streh nga dhimbja, por qendër organizimi. Drita e mëngjesit hynte nga dritaret e mëdha të studios së vjetër të teatrit, duke ndriçuar planimetrit dhe dokumentet e shtrira mbi tavolinë. Takimet me këshilltar zhvilloheshin në sallon, mbi filxhan ekspresoje dhe ujë mineral, pa zhurmë të panevojshme. Në një seminar për zhvillimin e qëndrueshëm, të mbajtur në një sallë pranë qendrës së Tiranës, ajo njohu Gentian Lekën. Ai po prezantonte mbi planifikimin urban dhe integrimin mjedisor. Fjalët e tij ishin të qarta, të argumentuara me maturi. Fliste për përgjegjësi dhe për ndërtim me vizion. Pas prezantimit, Elira ju afrua me disa pyetje konkrete mbi koston afatgjatë të projekteve infrastrukturore. Biseda mbeti profesionale. Ai dëgjoi me vëmendje dhe u përgjigj pa nënvlerësim. Kur e pyeti për aktivitetet e saj, ajo foli hapur, nuk fshehu asgjë. Takimi i parë për kafe ndodhi pranë liçenit artificial. Elira i tregoi për prindrit, për trashëgimin, për martesën e dështuar. Foli qetë, pa dramë. Gentiani dëgjoi pa e ndërprer. Nuk pati djesi gare apo pasigurie. Ai nuk u ndjei i kërcënuar nga forca e saj.
Kur ajo fliste për investimet, ai tregonte interes të vërtet. Edhe ai kishte projektet e veta dhe i përshkruante me një siguri të qetë. Marrëdhënia u ndërtua mbi transparencë, nuk pati sekrete për t'u zbuluar më vonë. Vizitonin bashk kantier ndërtimi, shëtisnin pranë liçenit të Farkës në fundjavë dhe organizonin darka të vogla në vilë ku bisedat përqendroheshin te idetë dhe planet. Nëna e Gentianit sillte her pas here byrek të bërë në shtëpi dhe kavanoza me specat urshi. Atmosfera ishte e thjeshtë dhe e respektueshme. Kur ai i propozoi martesë, ndodhi në një mbrëmje pranë liçenit të Farkës, në një kopsht të qetë. Fjalët e tij ishin të drejtë për drejta, për partneritet dhe drejtim të përbashkët. Elira pranoi pa hezitim. Ceremonia u zhvillua pranverën e ardhshme, në një kopsht me pamje nga liçeni. Karriget e bardha ishin vendosur nën pemë ulliri. Të pranishëm ishin miq dhe familjar të afërt. Menyja përfshinte sallata të freskëta, mish të pjekur, peshk dhe ëmbëlsira tradicionale. Muzika luhej lehtë në sfond. Gjithçka ishte e matur. Jeta pas martese mori ritëm të qëndrueshëm. Gentiani dilte herët për inspektime, ndërsa Elira vazhdonte të zhvillonte investimet. Në mbrëmje diskutonin projekte në tryezën e ngrënjes, ose rinin në kopsht duke folur për të ardhmen. Disa muaj më vonë, Elira mësoi se ishte shtatzën. Konfirmimi erdhi gjatë një kontrolli rutine në Tiranë. Ajo e mbajti për një moment në heshtje imazhin e ekografisë përpara se t'ia tregonte Gentianit. Ai vendosi dorën mbi dorë dhe e përjetoi qetësisht lajmin. Nuk pati shpërthime emocionesh, vetëm mirëkuptim. Shtatzania kaloi pa komplikime. Gentiani ishte i pranishëm në çdo kontroll, bënte pyetje praktike dhe mbante shënime. Elira ndjeu mbylljen e një kapitulli të vjetër pa nevojën për krahasime. Disa muaj pas lindjes së fëmijës, Arditi u shfaqte porta e vilës, dukej më i përmbajtur, më i heshtur. Kur Elira hapi portën, nuk kishte zemrim në fytyrën e saj. Ai kërkoi falje shkurt, pa justifikime. Ajo e dëgjoi dhe i tha me qetësi. Edhe unë zgjodha të largohem. Pastaj e informoi se kompania ishte shitur prej kohësh, nuk kishte më asgjë për t'u rikthyer. Ai qëndroi për një çast, pastaj u largoa. Elira mbylli portën ngadalë. Brenda vilës drita e pasdites mbushte sallonin. Fëmia qeshte në tapet duke shtyrë një makinë të vogël të druri. Nga kuzhina dëgjoi zëri i Gentianit që këndonte lehtë ndërsa përgatiste kafen. Aroma e bukës së freskët përhapej në ajër. Elira qëndroi pranë dritares dhe vështroi kopshtin. Qyteti lëvizte në distancë, i zakonshëm, i qëndrueshëm. Nuk ndjente triumf, ndjente qetësi. Dinjiteti i saj nuk kërkoi hakmarrje. Pozicioni i saj nuk kërkoi reagim të nxituar. Vlera e saj nuk kishte varur kurrë nga mendimi i të tjerëve. Dhe në heshtjen e shtëpisë së saj, kjo mjaftonte.